Përshëndetje të gjithëve! Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Sot, siç po shikoni nga titulli, do të kemi një haul shumë të madh, një very huge haul. Atëherë, produkte nga sot do t'i kemi nga website-i Temu dhe kam shumë për të paketuar. Kështu që videoja do jetë goxha e gjatë dhe goxha interesante. Shpresoj që produktet të duken ashtu si në foto, sepse kam zgjedhur vërtet produkte cilësore që mund t'i vesh në përditshmëri, jo produkte ose e bukur dhe është e lirë, do t'a vesh ndonjëherë, nuk i dihet. Kam veshur produkte vërtet që mund t'i vesh edhe në punë, edhe në përditshmëri, pra basic, dhe besoj që do t'jetë një sugjerim shumë i mirë për të gjithë ju që e keni pak problematike të kërkoni ose të gjeni fustane, gjëra të përditshme që ju duhen, dhe Temu ju vjen shumë afër, kështu që le të përqëzojmë gishtat. Dhe të shpresojmë që produktet të jenë ashtu si në foto, sepse çmimet ishin fantastike. Shkojmë. Oh, zoti ma. Look at them. Oh god. Jam fix si në ëndrat e mia, do thoja. Atëherë ju e dini që çizmat cowboy janë super në modë për momentin. Okej. Dhe jam shumë e sigurt që do t'i vesh pafund, më pëlqekan shumë se nuk kanë absolutisht asnjë lloj zinxhiri dhe shikoni si janë nga brenda që edhe mos t'ju hyjë ujë. Okej, I love them, le t'i provojmë në këmbë, po shpresoj që janë fiksi që dua unë dhe më pëlqejnë shumë këto gjërat këtu anësore, tamam si cowgirls. Sot bukra. It's getting hot. I'm getting timber, you better move, you better dance. Më duhet edhe kapelja. Atëherë, çfarë mund t'ju them? Janë thjesht fantastike, unë po i shikoj këtu në pasqyrë, edhe janë fix siç dua t'i kem unë, vinë deri poshtë gjurit, janë të ngushta pas këmbës, pra nuk rrin të gjëra, dhe janë cowboys dhe materiali kamosh. Kështu që I really love them, më vinë fix në këmbë. Janë super të rehatshme, ka një tak shumë të vogël, por janë super të rehatshme, injorojeni veshjen sepse nuk kombinon, por çizmat janë super. Jo t'ju japim një 10 nga 10, ose 12 nga 10. Okej, shkojmë te produkti i radhës. E nisëm mbar, kështu që shpresojmë ta vazhdojmë mbar. Okej, le të fillojmë me hapjen e këtyre qeseve. Kam marrë gëshërën dhe nga t'ja nis, këtë mare, këtë lë, na të gjumë nuk më zë. Okej, kam bler një partesy, që në foto, siç po e shikoni, duket një yll i vërtet. Sa po preka materialin, është shumë cilësor, pas ka dhe astar brenda, që ne mendojmë në për këto pardesyt e jo shumë të shtrenjta, nuk ka, që ka fantastik! Pritoj vesh direkt, se kam vetë çizmat veshur. Shikoni sa i bukur dhe materialin e pas ka vërtet yll. Okej, pardesyja, si që shikoni, është një dashuri! Këto mëngët këtu nuk i kam parë në asnjë pardesy tjetër dhe bëjnë të mundur një kombinim midis moderne, klasike dhe pak, nuk e di, sa e bukur, nuk e di për juve, por produkti i dytë që është kjo këtu, prap 12 nga 10 pikë, ja u sugjeroj 100% materiali është super dhe modeli po ashtu shumë i bukur, të paktën përshtatet 100% me shijet e mia, dukem edhe e veshur serioze, por edhe si vajzërore, që të shupëllim, kështu që I love it. Shkojmë te produkti i radhës. Okej, pas suksesin në pardesyn, le të shikojmë çfarë është kjo gjëja e zezë këtu. Siç e thash, kam marrë gjëra shumë basic.
Pas kemi ripin. Edhe fundin. Sa i bukur. Shikoni. Vjen këtu para me një si palk. Por është fund. Okej, është fund, por është ngjitur, nuk keni mundësi që të tregoni ndonjë gjë, edhe me astar poshtë, madje astarin e paska si pantallonka. Shikoni, që mos të tregoni asnjë gjë, kurse pjesa e fundit vjen fund, pra nuk është nga ato që janë pantallonka mbrapa, ja siç e shikoni. Shumë e bukur, më pëlqen ky detaj i xhepit këtu dhe le ta provojmë bashkë me ripin. Okej, ky fundi besoj që ka pikët maksimale, është një kohësisht edhe klasik, por edhe modern. Also, ist fertig jetzt. Ja, das ist das letzte. Kështu që besoj që këtë fund mund ta vesh kudo, kurdo, në çdo vend, dhe po ta vishje tani me ndonjë këmish, ndoshta do t'ju jepja edhe një përshtypje më të bukur të fundit. Por unë besoj që nuk ka nevojë, sepse fundi duket edhe ndihet shumë i sigurt, duke qenë se poshtë janë këto astari që është si pantallona. Okej? Dhe sipër është fundi, ndiheni komplet e sigurt dhe e veshur shumë mirë. Atëherë, vërtet jam e surprizuar deri tani, sepse nuk prisja që Temu mua më dha përshtypjen e këtyre website-eve të mëdhenj. Është nga këto website që ndjen modelet super të bukura dhe pastaj qep. Por jo, deri tani çdo produkt është tamam me etiketë i prodhuar, me material të bollshëm. Më ka pëlqyer çdo gjë deri tani, dhe të shikojmë produktin tjetër, është një fustan, jam shumë e sigurt që është ai fustani timëror. Sa i bukur. Ej, po vërtet, ja të gjitha gjërat super. Shikoni. Është fantastik. Fantastik materiali. Ndihet shumë i butë. Nuk fantastik. Le ta provojmë dhe ta shikojmë se si merr në trup, pa çka se jam e bindur që do të rri perfekt. Shkojmë. Okej, dhe ky është fustani tjetër. E kam futur pak të sipër se më rinte pak i gjatë, edhe më duket shumë i tepruar i gjatë. Edhe pastaj pjesa tjetër është shumë fantastike. E adhuroj. Nuk duket 100% si në foto, kështu që do t'i jap 9 nga 10, sepse më ri pak i madh. Dhe 9 nga 10. 9 nga 10 besoj është okej. Çfarë pike do t'i jepni t'ju? Pjesa tjetër pastaj se si ndihet në trup është shumë i butë. I adhuroj këto mëngët e lezetshme. Edhe ngjyrën po ashtu. Shkojmë tek produkti i radhës. Qëndrojmë tek produkt tjetër. Çfarë lexon këtu? Myshan. Nuk e di. Okej, le ta hapim, është një fund, jam shumë e sigurt se që dini këtë fundin që kam veshur edhe shumë shpesh dhe doja të merrja një që pak a shumë i ngjante. Dhe ja ku e kemi. I adhuroj këto kopsa, detajet janë fantastike. Shpresoj që mos të jeti të dukshëm, por jo, paska edhe pjesën e astarit, shikoni dhe etiketën i kemi këtu, edhe markën, si duket Temu është një website i cili shet nga marka të ndryshme dhe vërtet fundi duket pothuajse si fundi që kam veshur, gjithsesi le ta provojmë në trup, ta shikojmë nëse do jetë dhe ky fundi i radhës që nuk do e heq nga trupi, apo jo. Shkojmë. Okej, ky është fundi, është shumë i bukur, besoj dhe këtë do ta vesh, pafund. Gjëja që duhet i bëj është që t'ja qep këtë pjesën këtu, që kopsa t'i rinë kështu drejt edhe jo kështu. Kështu që do më duhet t'ja qep. Pjesa tjetër pastaj është shumë e bukur. Është normalisht jo i ngushtë, ama jo dhe shumë i gjerë. Më pëlqen që rri kështu puthitur pas trupit dhe e tregon edhe trupin goxha me forma. Kështu që po, besoj që ky do t'jetë një ndër fundet që do filloj të zvendësoj fundin tim Leila, që e vesh kudo dhe kurdo. Okej, produktet e tjera kam dëshirë të di. Kalem të këtu. Kemi një fustan pak më klasik. Sa i bukur, shikojni detajet e modelit.
dhe vjen bashkë me këtë këmishën e cila mbyllet edhe tek mëngët ka po ashtu këmishën. Është një fustan i thjesht, i drejt. Këtu e kemi dhe, okay. Ja ku e kemi edhe extra small, kam bler unë. Fustani duket shumë i bukur dhe shumë fin. Okay, I love it. Le ta veshim dhe ta shikojmë se si merr në trup, po jam e sigurt që është fantastik. Shkojmë ta veshim. Okej, ky është fustani, duket shumë bukur në trup, siç e shikoni, fiksi në foto. Është pak i shkurtër dhe këtë besoj që nuk e di nëse do ta vishja në punë, sepse dhe më tregon shumë vitet, gjë që mua nuk më pëlqen. Pjesa tjetër është shumë e bukur, jam shumë e dashuruar, 10 nga 10, do ta vishja pa diskutimisht në një të dalë me gocat në qytet, që ku e di unë të lija përshtypje, ose edhe me Stefanin, por shumë i bukur, pustitet shumë mirë për trupin, edhe unë kam ndjesinë që nuk ngrihet, por edhe nëse ngrihet ka tips edhe mënyra të ndryshme se si ta fiksoni fustanin pas vjetave, kështu që unë e adoroj dhe me këto çizmat po ashtu më shkoka shumë. Çfarë mendoni ju? Unë do t'i jap 10 nga 10. Produkti tjetër është një fund. Okej. Mendoj që ky është materiali i parë që nuk po më pëlqen. Atëherë në foto duket si pak më i trash, pak më si tip teritali do thoja, dhe këtu qen ka elastik. Ka një të qark këtu para dhe ka këto kopsat. Shpresoj që të më ri mirë. Pa çka materialet është i bukur, normalisht që ka disa gjëra që nuk më pëlqen, disa fije që kanë të dala, mirë po fundi nuk kushtoi shumë. Gjithsesi kjo nuk është një arsye, nëse do ishte i mirë, mund t'ja kishim vënë çmimin pak më lart dhe e di që blen atë produktin që vërtet shikon në foto. Ky është produkti i parë që sikur po më zgënjen, po le ta provojmë e ta shikojmë se ndoshta në trup për një figurë tjetër. Okej, duke injoruar kombinimin e ngjyrave, më duhet të them që fundi është shumë i bukur. Këtu tek beli vjen super i ngushtë dhe pastaj këtu vjen pak më i lirshëm. Unë do ta preferoja edhe pak më të lirshëm, megjithëse e mira është që nuk ngrihet absolutisht sado që të ecësh, por është pak i shkurtër, kështu që nuk do mund ta vesh shumë shpesh në punë ose me geta të patëdukshme. Duket shumë i lezetshëm si fund. Normalisht që materialet nuk janë ndryshojnë dot. Ndoshta ishte gabimi im që nuk e pash mirë në website. I adoroj këto kopsat dhe besoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Do t'i jap fundit 8 nga 10. 8 sepse është i bukur, ri super në trup, dhe jo 10 sepse nuk i përmbush ato pritshmëritë që dukeshin nga fotoja, dhe materiali që nuk është ai materiali që unë prisja si tip terital. Gjithsesi fundi është shumë i bukur. Big thumbs up. Çizma. Çizma të bukura. Ku hapet? Këtu. Kam marrë një palë çizma të gjata, besh, që nuk i kisha dhe i kisha ndërruar që shumë kohë. Jam pak me tak, po aman i doja, nuk janë shumë me tak, i doja këtë. Shikoni edhe këtu. Këtë elastiku mund t'ja shtrëngosh që të rrimë më mirë, pëse? Apo jo, nuk e di. Që mos të bien nga shala. Shumë mirë, shumë mirë. Okej, çizmat, e vesha me këtë xhaketën, janë thjesht fantastike. Nuk vinë të gjata deri ku e di unë se ku, si për gjurit, aman shikoni, rrinë fiks në trup dhe nuk bien për shkak se kanë këtë zinxhirin këtu, që edhe mund t'ja shtrëngoni ndoshta pak më shumë që t'ju qëndrojnë më mirë. Nuk kanë ato lisën nga mbrapa, si që kanë gjitha çizmat e gjata, e keni parasysh që kam edhe unë çizmat gjata dhe për këtë gjë më pëlqen shumë, shikoni sa bukur që rrin, dhe me diçka kështu bezh. Voilà, jemi gati për të dalë dhe për të lënë shumë mbresa në qytet. Mendoni dhe ju kështu? Ja, dhe mendoj që këtu do më ndryshoj komplet fytyrën, sepse materiali që ka fantastik, shumë i mirë, më pëlqen këto pullat, dhe ky po që duket njësoj si në foto, mora një golf të tjerë, sepse mendova që golfit shkojnë gjithmonë, dhe këtu e pas kemi etiketën, kështu që jemi okej.
Materiali është nga ky materiali që është i butë edhe që vjen pas trupit dhe që hapet pafund. Kështu që le ta provojmë dhe besoj që do vesh edhe çizmat besh që ta kombinojmë. Edhe ta shikojmë se si merr në trup, po çka se mendoj që është shumë i mirë, materiali shumë i butë. Dhe është nga këto golfet që nuk rri super ngjitur për trupi, por rrim pak më i lirshëm, gjë që mua më pëlqen për momentin. Shkojmë ta provojmë. Okej, edhe golfi shumë i mirë, po e përkthyej shumë 2 herë sepse pas ka një jak shumë të gjatë. Kështu, po e le kështu. Atëherë duket super i bukur në trup. Më pëlqen shumë kjo hapja këtu me kopsat. Shumë interesante dhe duket vërtet shumë bukur dhe shumë cilësor, kështu që për një golf nuk është i predispozuar që të sjellë diçka wow te sy ton, por është i predispozuar që mund ta veshësh me çdo gjë dhe ta kombinosh me disa detaje të tjera dhe të duket shumë bukur, kështu që unë këtë golfin e adhuroj, do t'i jap pa diskutimisht 10 nga 10. Është shumë i mirë në trup, shikoni, puthit tamam, po edhe nuk ndihesh shumë e mbledhur që të rrish shumë ngushtë në trup. Kështu që si mendoni juve? Unë do t'i jepja një 10 nga 10 pa e diskutuar fare. Po shkoj t'ja tregoj te Stefanit. Okej, produkti tjetër që nuk ja kam idenë se çfarë është. Dhoma ime është mbushur plot me plastik. Okej. Duhet ta e kuros këtë para se t'ja tregoj dhe para se ta vesh. Shikoni sa bukur që duket në foto. Është një tip jeleku, aman i gjatë, si fustan, që mund ta vishni ose kështu ose me një rip në mes. Se a do më shkoj apo jo, le ta shikojmë në trup. Ndoshta do mbaj veshur edhe çizmat e gjata. Dhe duket super. Okej, le ta veshim. Okej, vesha me këtë golfin se nuk po e gjeja këmishën. Duket super cute, shumë i bukur. Edhe me këto çizmat shkoka shumë. Duket vetja shumë moderne, po e provoj dhe me një rip. Se besoj që do ta bëj të duket pak më klasik, që të tregoj edhe pjesën e belit. Po. Okej, tani është veshja e kompletuar. Më pëlqen shumë se si jam veshur tani, ndoshta edhe me një xhekë sipër dhe voilà, një look komplet, super i bukur. I really love it dhe jam shumë e lumtur që e gjeta këtë fustan. Dhe jam shumë e sigurt që do ta vesh pafund dhe më shkoka shumë edhe me çizmat. Si mendoni? Do t'i jap 10 nga 10 pikë pa diskutimisht. Produkti tjetër i çantës së dytë dhe pastaj shkojmë tek çanta e tretë. Wow! Okej, njerëz, këtu po eksperimentoj me një fustan bashkë me këmishën që duket shumë zonjushe në foto. Edhe nuk e dia do më ri, është kjo materiali i fundit që provuam dhe i fundit që kam veshur, që jo thash në fillim, që është pak si i fort, aman që rri drejt, edhe këmisha po ashtu, ka këto mëngët kështu me frulla, që mua më pëlqen shumë dhe nëse do më ri mirë, besoj që pse jo do jetë një fustan që do ta vesh vazhdimisht në punë. Ka edhe këto xhepat këtu edhe kopsen që janë detaje shumë të lezetshme, edhe jakën po ashtu e ka si me frulla, kështu që nuk mund ta komentoj më shumë, pa e parë në trup, le ta veshim dhe le t'japim pikët. Okej, ky ishte fustani që po kërkoja për në punë, kështu si tip kove, ndoshta thjesht do ta shkurtoj pak, sepse më duket sikur më mbulon komplet, edhe pjesa tjetër pastaj është super cute. Nuk besoj se do t'i shtoja ndonjë rip, sepse ka këto xhepat këtu që ja pengojnë, por ja, siç e shikoni, për në punë do ta vishja pa diskutimisht, është një fustan shumë cute, shumë i bukur, do t'ja sugjeroj atë gjithave, ju që keni pak a shumë edhe këtë stilin tim, që doni të visheni edhe pak klasike, por e mira këtu është që mund ta pres, ta shkurtoj, pa i bërë asnjë lloj gjëje, sepse fustani është modeluar kështu, që t'i dalin fjet, kështu që më duhen thjesht këshërët, pak ta shkurtoj, edhe voilà. Qesja e fundit. Do vjen paket që po mbaron, mirë po jam shumë e lumtur për produktet që kam zgjedhur, kam bërë një zgjedhje të mirë
dhe shpresoj që edhe për ju të jenë disa sugjerime aty që mund të përshtaten stilit tuaj dhe që i pat se si duken në website dhe se si duken në realitet. Wow. Ok, këtu kemi një triko që ka një njoll para, si që shikoni. Këtu. Jo, nuk është njoll, por është thjesht peri pak më ndryshe, gjithsesi unë do përpiqem që t'ja heq. Bluza është e thjesht, kjo këtu për shembull nuk më duket ndonjë kualitet shumë i mirë. Mendoj që është një nga ato bluzat që mund ta blije edhe nëpër këto dyqanet gjithçka 6 euro, e keni parasysh që i kemi në Shqipëri gjithandej, domethënë jo super material, por modeli i lezetshëm. Nuk jam shumë entuziazmuar për këtë bluzë, gjithsesi le ta provojmë, se ndoshta na ndryshon mendjen kur ta kem veshur. Ok, është shumë moderne dhe besoj që me këto çizma një herë që i adhuroj, do ta kombinoj shumë bukur. Nuk e di çfarë komenti fiks të jap, sepse te kjo triko nuk është se ka diçka që nuk shkon. Janë të gjitha okej, thjesht unë mendoja që do ishte ai materiali pak më i mbushur, ai materiali pak më cute, më i butë, kurse ky është okej. Kështu që nuk është se mendoj që nuk i meriton të gjitha fjalët edhe komplimentet e mira, mirë, po unë prisja diçka tjetër dhe prandaj jam pak e zgënjur. Kështu që gjithsesi, siç e shikoni, bluza duket shumë bukur, edhe jam shumë e sigurt që mund ta kombinoj shumë bukur. Me pantallona, me funde, siç e shikoni, po edhe ndoshta me një këmishë që t'ja nxirrni jakën këtu sipër, kështu që do t'i jap patjetër edhe kësaj bluzës 8 nga 10. Duket shumë mirë, thjesht nuk i përmbush ato 100% pritshmëritë e mia. Shkojmë te produkti tjetër. Kjo është një bluzë që po ashtu e pash në foto, duket shumë herë më bukur në foto, këtu duket çka? Etiketën aman e paska, por ka vetëm këtë etiket pa ndonjë firmë, pra pa ndonjë firmë që e ka prodhuar, se ndoshta ka këtë nga ana tjetër, se po shikoj diçka, jo. Ka paint e lëshuar brenda. Kështu që nuk më duket edhe qepja shumë e mirë. Ja ta shikoj këtu nga para. Nuk më pëlqen, dua të jem realiste. Manga t'i ka të lezetshme që vinë kështu, si puf. Mirë po, bluza nuk duket pothuajse fare si në foto. Po ta injorojmë faktin që materiali duket që është i qepur ndonjëherë shtrembër. Në përgjithësi, bluza ngjan shumë bukur dhe më pëlqejnë këto mëngët kështu. Dhe më pëlqen kjo jaka që ka kështu si me lula. Si mendoni? Ndoshta mos ta gjuajmë 100% me gur, po t'i japim një shans, sepse jam shumë e sigurt që mund ta vesh shumë shpesh. Edhe mund ta kombinoj shumë mirë me shumë gjëra, duke qenë se është një ngjyrë dhe është besh, shkon me çdo gjë. Kështu që është e vërtetë që materiali nuk është materiali më i mirë që ekziston, ama bluza duket shumë bukur në trup dhe këtë nuk mund t'ja mohojmë, besoj as unë as ju. Kështu që le ta lëm pa koment dhe pa pikë, secili shikon dhe vendos pikët e veta. Okej. Tani më duket se kemi vetëm gjëra super të vogla, geta. Sa të bukura. Atëherë, siç e shikoni në foto, këto getat kanë këtë fluturën të ngjitur, jo të qëndisur, të ngjitur dhe duken, shikoni, shumë të bukura, janë flutura dhe më duken shumë tërheqëse, shumë seksi, shumë cute, edhe pse jo, në foto duken në fakt pak më të çelta, do me thënë jo kaq të errta, këtu duken pak më të errta, por nuk ka problem, sepse ngjyrën e errët tek getat më pëlqen shumë dhe këtu pastaj keni tamam pjesën që mund t'ja umbledhi barku nëse vishni ndonjë fustan. Shumë të bukura, nuk po i vesh sepse geta janë fundja, nuk ka ndonjë gjë si të rrinë, ju po e shikoni në foto, por besoj që ja vlen për çmimin që kanë.
Le të shkojmë tek kafaja tjetër. Besoj edhe kjo janë geta. Yes. Dy copë? Jo, një copë. Okej, këtu kemi këto getat e keni parasysh që sikur janë me çizma, po i shikoni edhe në foto, sepse mua më pëlqen shumë. Edhe Stefani më tha njerë që ua sa interesante, dhe deri këtu vinë si çizma dhe pastaj vinë si geta lartë, si çizma të gjata, domethënë. Dhe prandaj bleva, i kisha kërkuar dhe nuk i kisha gjetur ose i kisha gjetur me çmime jo normale, kështu që nuk i bleva. Po shikoj këtu që pas kam edhe një bluzë të fundit. Okej, bluza pas kam marrë të njëjtën 2 herë. Edhe kjo është kjo copa jo e bukur. Duket materiali që është shumë i lirë, nuk më pëlqen. Kështu që këto 2 produkte te jo sugjeroja që mos t'i blinit, sepse vërtet që janë produkte super të lira që mund ta gjeni edhe ku digjon edhe te Gabi, janë më të mira sepse janë firmë. Kështu që vërtet edhe kjo nuk dukej mirë nga materiali, mirë po tani që e kam veshur në trup, ngjan shumë bukur, pufitet shumë mirë dhe e lash kështu sipër që ta shikoni se sa e gjatë që është. Dhe më pëlqen. Nuk e di, do shkoj t'ja tregoj edhe Stefanit, gjithsesi kjo duket shumë e bukur, vërtet shumë e bukur. Ndoshta u gabova tek gjykimi im. Shikoni? Ngjan në trup super lezetshëm. Më pëlqen. Më pëlqen, nuk di çfarë të them, vendosini ju pikët tuaja, materiali nuk është materiali më i mirë, i mundshëm, po varet çfarë është për ju më e rëndësishme. Vetëm materiali apo edhe që të duket bukur në trup dhe që mos kushtoj shumë, kështu që janë disa mundësi, disa gjëra që ju duhet t'i baraspeshoni vetë edhe të më thoni se çfarë pike do t'i vendosinit juve. Unë besoj do t'i vendosja një 7 nga 10 ose 8 nga 10. Kjo pra ishte video me të gjitha produktet. Mund të them që 80% të produkteve ishin shumë të bukura, madje më të bukura se Çiprisja dhe 20% normalisht aty ku unë e kurseva dorën dhe mendova që okej, kjo është e lirë dhe do jetë shumë e mirë. Nuk e ashtu. Por produktet e tjera ku harxova pak më shumë lek ishin të gjitha fantastike, kështu që unë gjithsesi përveç këtyre 2 bluzave që nuk më pëlqyen, edhe fundi që nuk ishte material shumë i mirë, aman duke shumë bukur në trup. Jam shumë e lumtur që e zbulova temën dhe jam shumë e lumtur që ndoshta po ju jap edhe juve një mundësi ku ndoshta të blini disa gjëra që nuk i gjeni sepse ka një mori shumë të madhe zgjedhjesh. Kështu që unë po e mbyll këtu këtë video duke ju uruar që t'i kaloni sa më bukur dhe shpresoj që ju ka pëlqyer videoja dhe jam shumë e sigurt që në të ardhmen do të kemi shumë holle të tjera sepse jam në këtë periudhën që jam duke ndruar komplet pjesën e garderobës të veshjeve të mia dhe ka shumë gjëra që kur kam qenë ndoshta më e re me bark jashtë, jo se nuk do mbaj me bark jashtë apo gjykoj me bark jashtë, por po mundohem që të gjej stilin tim dhe aty ku unë përkoj më mirë dhe të kem dhe disa rroba që mund t'i vesh në punë, sepse në punat e tjera kam pasur gjithmonë uniforma dhe nuk ishte rëndësi se si shkoja deri në punë se do vishja uniformë, kurse këtu gjithmonë duhet të jem e veshur në rregull, sepse kam edhe takime shumë të rëndësishme, kështu që po punoj për të ndryshuar një pjesë të mirë të garderobës dhe do vinë shumë video me holle në të ardhmen, kështu që stay tuned. Okej, ciao, boll me plauderaj, do thosha këtu në gjermanisht me lafa. Shihemi te video tjetër. Ciao.